Ajeti i respektit dhe i dashurisë, Ajetul Mawadda. Sheikh Ahmed Rifai Ash-Shafi në librin e tij El Burhanul Muayyad thot: ndriçojini zemrat tuaja me dashurinë për familjen e nderuar të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ata janë dritët e ekzistencës dhe dijet që ndriçojnë botën. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se dashurinë për të afërmit. Profeti ka thënë: përmendeni Allahun për ehli bejtin tim. Shafiu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: o udhëtar, qëndro me gurishtet në Mina dhe thirr të dëgjoj pushuesi strukur e këmsor. Herët në agim kur vërshojnë haxhind në Mina, vërshim si derdhja e Eufratit vërshues. Nëse dashuria ndaj familjes së Muhamedit është refuzim, le të dëshmojnë njerëz e xhind se unë jam refuzues, Rafidi. Nëse Allahu i do të mirën dikujt, e bën atë të përqendrohet në porosit e të dërguarit të tij për familjen e tij, e bën atë të dashurohet me familjen e të dërguarit të tij dhe të merret me lartësimin e figurës së familjes së tij. Ai njeri bëhet një mbrojtës i figurës dhe i të drejtave të familjes profetike. Po ashtu kush e mbron familjen e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ai është i mbrojtur. Ai do të jetë edhe në botën tjetër me atë që do. Kush do Allahun, do edhe të dërguarin e tij, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kush do të dërguarin e tij, do edhe familjen e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kush i do këta të gjithë, është me ta. Kush është me ta, le të thellohet në dashurinë për ta, në respektin dhe lartësimin e tyre, sepse do ta shikojë mirësinë e kësaj në gjithë jetën e tij.